shoh se edhe si dhe çdo herë tjera partia e zotëriut nga komuniteti bosnjak Rasim Demiri ka disa probleme me lista, është problem i përsëritshëm, kandidati i tyre Emin Bajrami ka ngritur një padi, pastaj kishin edhe një problem me kandidatin e tyre Ema Krasniqi. E dini si, nuk duhet të lejojmë që komunitetet e tjera të na përzihen në vendet tona të rezervume. Edhe mos vim edhe një herë në pozicionin e Adriana Hoxhiqit. Ne kemi do të dërgojmë padi për disa malverzime që kanë ngjarë, do të thotë shembull si dalja e votave bosnjake në fshatra plotësisht shqiptare. Pastaj kemi padi për Grënqare, për Lubinjën e Epërme, ku i kanë dalur vota zotit Rashiq, ku shihet direkt një përzierje në autenticitetin e votës vendore. Dhe natyrisht që kjo është reflektuar edhe në vetë reagimet e fshatarëve, sepse ata vetë i njohin fshatrat e veta dhe deklarojnë, thonë këtu nuk ka shqiptarë ose këtu nuk ka serb. Si është e mundur që kjo të na ndodh? Do thotë dhe me që kemi një praktikë të mëhershme nga koha e Adriana Hoxhiqit, ne nuk do të lejojmë që kjo të përsëritet, sepse shkeljet kushtetuta e Kosovës. Neni 64.1, Neni 59.2, ligji për bashkësitë lokale dhe alineat 11 dhe 12. E që kretë këto janë të mjaftueshme sa që pëza apo ja të merret me to. Të mos flasim në emër të dikujt tjetër, unë kam pasur ankesa edhe herën e kalume të një natyre të ngjashme, ku në fshatra etnikisht të pastërta dalin vota për etni tjera.